Pas ngjarjes së rëndë në Korçë, ku 21 vjeçar mbeti viktimë, SNA Televizion ju drejtuar drejtorisë vendore të policisë Korçë për të mësuar se çfarë tregojnë shifrat zyrtare për kriminalitetin në fushën e narkotikëve e armbajtjes gjatë periudhës janar 2024 korrekt 2026, përgjigjja e policisë përfshin të gëna për Korçën, po gradesin e Devollin. Sipas saj, në këtë periudhë janë finalizuar 44 operacione në fushën e narkotikëve, 20 për të cilëve kundër shitjes së lëndëve narkotike janë evidentuar 263 reste, me 504 shtetet të implikuar, ndërsa janë sekuestruar lloje të ndryshme narkotikësh. Në 120 raste është sekuestruar kanabis sativa, në 60 raste kokainë, në 4 raste heroinë e në 1 rast ekstazi, po ashtu në 5 raste janë sekuestruar farë të dyshuara narkotike, kanabis sativa. E kësaj përket armëve, shifrat zyrtare flasin për 10 raste, janë evidentuar 39 raste të mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit ose gjaut e me 40 shtetes të proceduar penalisht, ndërsa për armë të ftohta janë regjistruar 104 raste me 104 persona të proceduar. Por ajo që bie veçanërisht në sy është përfshirja e të rinjve. Sipas policisë, në grup moshën nga deri 25 vjeç janë proceduar penalisht 100 shtetes për plogim apo shitje të lëndëve narkotike, 39 për mbajtje pa leje të armëve të ftohta e 5 për mbajtje pa leje të armëve të zjarrit ose gjaut. Megjithatë, këto shifra zyrtare duken të pakta në raport me realitetin që raportohet e perceptohet prekosh në juglindje, veçanërisht se i përket pranisë së armëve e drogës tek të rinjt. Për këtë rasteve që përfundojnë në statistikat e policisë, shitësimi shfaqet edhe në mënyrë të hapur në rrjetet sociale. Të rinj publikojnë video e fotografi ku shfaqet me armë në ambiente të ndryshme, ndërsa në disa raste shfaqet nga duke qelluar me armë zjarri. Njëkohësisht, përdorimi i shpërndarë e lëndëve narkotike mbetet një tjetër problem që prek moshët e reja. Droga nuk është më një fenomen që lidhet vetëm me grup moshët e rritura, por shfaqet gjithnjëherë më pranë të rinjve, në ambientet ku ata frekuentohen e në rrjetet shoqërore të moshave të reja. E pikërisht këtu është qendrore problematika. Statistika tregojnë vetëm rastet e zbuluara, nga të proceduara, ndërsa realiteti mund të jetë shumë më i gjerë. Një armë fotografuar në rrjetet sociale, një video ku qellohet me armë, apo përdorimi i drogës nga të rinj nuk përfundon domosdoshmërisht në një procedim penal. Ngjarja e fundit në Korçë, ku humbi jetën 21 vjeçar, e riktheu në vëmendje këtë realitet. Të rinj që mbajnë armë, droga që qarkullon e një prani gjithnjëherë më e dukshme e këtyre fenomeneve në hapësirat ku lëvizin. Të rinjt përbën një shqetësim që duket se shkon përti shifrave zyrtare. Pyetja që mbetet është nëse 39 rastet e armbajtjes pa leje, 104 rastet me armë të ftohtë e 263 rastet e narkotikëve përfaqësojnë realisht për masat e fenomenit në juglindje, apo vetëm pjesa që strukturat e policisë ka mundur të zbulojnë e dokumentojnë. Pas një ngjarje të rëndë me protagonistë të rinj, kjo nuk është më vetëm çështje statistikash, por një problem që kërkon vëmendje të shtuar ndaj armëve, drogës e mënyrës se si këto fenomene po prekin brezin e ri.